bazë teorike në letër. Vetëm të shohësh referimin që i bëhet Shqipërisë në arenën ndërkombëtare sot. Vetëm të shohësh vizitat që bëhen sa krerë shtetesh kanë ardhur për herë të parë në histori në Shqipëri. Ja, mbas një muaji do të vi në vizitën e parë zyrtare, e ka kërkuar të vi përpara samitit kryeministri britanik. Asnjëherë një kryeminist britanik nuk ka ardhur në Shqipëri për vizitë zyrtare. Ka ardhur një herë Tony Blairi për të shkuar në Kukës, kur ishte kriza, por nuk ishte vizitë bilaterale. Është hera e parë që zbret një kryeminist britanik, hera e parë që zbriti një president i Francës për vizitë zyrtare bilaterale. Do të vi përsëri. Dhe ka pasur plot të tjerë që kanë ardhur për herë të parë. Pse, si? Nga që ky vend po vdes për bukë, nga që ky vend është 000, nga që ky vend është narko shtet.